ajo situatë që ishte kaq e shëmtuar. E kishte situatën tënde më Egli, nuk ishte situata ime. Doje dhe krijove situatën. Se ta kam thënë që nga dita hyra për Eglin, jo, po më lësh ti mua të flas. Po të mbaroj unë, se isha duke fol. Të lëse unë Kastile erdha këtu për të dëgjuar. Tani unë hyra për Eglin dhe nuk ja fal dot vetes, ashtu si e gjeta veten time dhe si gjeta familjen time, unë nuk e toleroj dot që gjithë jetën time nuk kjo është një eksperiencë. Nuk kam nevojë të më thosh ti se atë. Jo, të lutem. Po ti, kur ti kam thënë këtë, ke thënë shiko punët tua. Se ti posesive mua atje të shkallët, kur ishte ai çuni që më kërkonte mua në përshpi. Pse nuk u prishë me mua të shkallët? Për mua, pse do të vi keq vetëm më vinte me keq. Më përbukur me këmbë, me duar, koherente për gjëra që më çan besove më Eglit, kam thënë vërtetën. Po të kam thënë vërtetën dhe më them pas. Nuk i kthem pas gjërave që të kam thënë. Mos më lë me i kemi diskutuar njërë të gjëra vazhdoj me mua, që të kam thënë gjithmonë të vërtetën, të kam thënë gjithmonë të vërtetën, lexosh të duash ti.